Mirë, ne do të qëndrojmë mbi situatën që është krijuar në lindjen e mesme dhe do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente nga Dubai me një sipërmarrës shqiptar që ton atje me Sokol Çilin. Çili, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit. Si është situata tani? Vijojnë sulmet në Dubai? Po sot më e qetë. Do dëgjova një dy shpërthime në mëngjes, por më qetë duket. Domethënë pavarësisht se autoritetet këtu kanë ndaluar që njerëzit të dalin në për punëra, edhe ne na rekomenduan që të bëhet kështu të jetë online si ditë pune, por prap shoh që aktivitet ka, nuk është se ka probleme. Çdo gjë. Nuk mund të them që po funksionon normalisht, por nuk është se ka ndonjë panik të përgjithshëm, domethënë nuk është se në paktën media shfaqet shumë më të mërshme si ngjarje edhe jetë avion normalisht edhe puna. Përveç që nuk kemi mundësi të lëvizim, domethënë që aeroportet janë mbyllur edhe to rrugët e tjera për të lëvizur janë të mbyllura, por pjesa tjetër kuptohet që nuk mund të them që është situatë normale. Situatë jashtëzakonshme, por jo aq dramatike sa të shfaqet në përgjithësi. Domethënë kam parë dhe shumë pamje i atribuohen Dubait ndërkohë që nuk kanë lidhje me Dubai. Me çmora vesh, domethënë edhe dje kur kishte pasur një diskutim midis autoriteteve këtu aty në Tiranit. Dhe ideja është nuk është se ata kanë qëllim për zonat e banuara apo për qytetarët, ato kanë patur qëllim bazat ushtarake, por janë kapur nga këto anti-raketat dhe anti-dronët që kanë këto dhe kanë rënë për qytet. Ose ndonjë që mund të ketë gabuar, kuptohet. Dhe nuk është se ka patur një gjë shumë dramatike në krahasim me ç'është shfaqur nëpër media. Ndërkohë, ditën e parë kur ndodhi sulmi i parë në drejtim të Dubait, ju ku keni qenë? Unë isha në shtëpi. Pra, domethënë sigurisht në Dubai, po them keni qenë në shtëpi kur ka ndodhur sulmi i parë? Isha në shtëpi kur ndodhi. Kuptohet patjetër dita e parë ishte panik, goxha i madh, domethënë. Telefoni s'pushonte dhe nga ambasada në kontaktuan, domethënë ishte pak situatë jo shumë e qartë, dhe nuk dije se si do përshkallëzonte si ngjarje, prandaj po aq sa kaloi dita e parë tash filluan pak edhe njerëzit më ndryshe në kuptimin më qetë. Çili, ju keni prej vitesh jetoni aty dhe punoni me sipërmarrjen tuaj. Keni besoj kontakte edhe me shqiptarë të tjerë, ka një numër të konsiderueshëm shqiptarësh aty? Unë po bëj gati 4 vjet e gjysmë që jam këtu. Jam edhe në fushën kam një kompani real estate dhe një në teknologji. Tash kuptohet që tash ngurcojnë pak gjërat, sidomos për të pjesën e real estate-it. Është krejt e kuptueshme. Për sa i përket shqiptarëve të tjerë, po, kam kontakte. Tash pak situatë shumë. Pak situatë jo shumë e këndshme, kuptohet, domethënë nuk kam patur një kaq shumë telefonata dhe mesazhe sa kësaj radhe. Domethënë më çarë telefoni nga gjithë krahët. Rasti që ishte i një shqiptari që ishte pranë Palm Xhumera kur ndodhi ajo rënja e dronit aty ke ai hoteli me 5 hyje, ai ishte që mbylles diku 300 metra larg, po pinte kafe. Tha që kishte parë të merr me sy, kuptimin e reagimit njerëzve, fëmijë që qanin, njerëz me valizhe që vraponin, domethënë paniku ishte goxha i madh. Ajo nuk është se kishte shpërthyer me si e pashur nga detonimi, po ishte thjesht më duk si erozuar, domethënë është shpërthim relativisht i vogël, po nuk është se jam shumë ekspert i këtyre. Domethënë po shumica e kuptoj. Sokol, shumica e shqiptarëve janë rezidentë aty apo pjesa më e madhe turistë? Me aq kontakte sa ju mund të keni me njohjet për shkak. Tani unë kam, si me thënë, informacion dhe kontakte me rezidentët. Kuptohet që pasojat më të madhe kanë patur turistët, pasi kanë ardhur për turizëm, bileta kthimi, gjëra të organizuara, kurse ne që jemi rezidentë kemi më kollaj. Nuk mund të them që ishte gjë e thjeshtë, sepse mos dita parë ishte pak se s'dinim çfarë do bënim. Por që këtu patëm një menaxhim shumë të mirë. Një menaxhim situata kështu fantastik, domethënë. Jemi të qetë, paktën tash jemi të qetë. Kurse për ta turistat nuk di çfarë them. Rënd. Cili lejohet tani të dilni në rrugë, pra secili të vazhdojë jetë normale apo ende? Quhet le të themi një Unë po të flas nga zyra. Kuptohet gjithë rrugën që erdha, kishte makina, njerëz, to shërbime delivery funksionojnë të gjitha, se këtu janë të gjitha kryesisht
punojmë shumë me këto shërbimet delivery dhe është diçka në rregull, kuptohet, domethënë nga pjesa e personelit sot si më thënë na erdhi një letër nga ministria që e mira është që të punojnë online, mos dalin, mos lëvizin shumë etj dhe ne e zbatuam. Sa vetëm unë dhe një djalë jemi këtu në zyrë momentarisht. Pjesa tjetër punojnë nga shtëpia. Cili unë të falenderit shumë. Dhe ditë mbarë dhe punë të mbarë. Edhe juve punë të mbarë. Falenderit. Ishim me sipërmasin shqiptar që jeton në Dubai, Sokol Qili.